Në prag të një takimi të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në Luksemburg, Kaja Kallas deklaroi se vizita e Vladimir Putinit në Hungari e paralajmëruar nga presidenti amerikan Donald Trump nuk është një sinjal i mirë për Bashkëpunimin Evropian. Sipas Kallas, nëse çdo përpjekje për paqe është e mirëpritur, është e domosdoshme që presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky të përfshihet drejt për drejt në çdo proces negociator. Amerika ka shumë forca për të ushtruar presion mbi Rusinë që të ulet në tryezën e negociatave. Nëse e përdor këtë forcë, atëherë kjo mund të sjellë një zhvillim pozitiv dhe të ndalojë luftën, u shpreh ajo. Presidenti rus Putin përballet me një urdhër arresti nga gjykata ndërkombëtare penale për krime lufte në Ukrainë, ndërsa Hungaria është në proces tërheqje nga kjo gjykatë, çka ka ngjallur reagime të ashpra ndaj bllokut. Lidhur me Budapestin, nuk është as pak mirë të shohësh një person ndaj të cilit është lëshuar një urdhër arresti nga gjykata ndërkombëtare penale që vjen nga një vend evropian, tha Kallas, duke nënvizuar se mbetet e paqartë nëse kjo vizitë do të prodhojë ndonjë rezultat real. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Lituanisë deklaroi se vendi i vetëm që Putini në Europë është në Hag përpara gjykatës, jo një prej kryeqyteteve tona. Kallas konfirmoi gjithashtu se BE-ja pritet të miratojë këtë javë paketën e 19 të sanksioneve kundër Rusisë, por vendimi final nuk do të merret gjatë mbledhjes së sotme në Luksemburg.